Këtu është horoskopi i mërkur 30 prill 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Fyti delikat, shëndeti i dobët. Nuk është e lehtë të jetosh në paqe vetëm sepse ka gjithmonë një vrull në punë ose në familje. Demi. Një periudhë nismash të reja për ata që kanë biznesin e tyre. Forma fizike sot tregon një gjendje optimale. Binjaket. Lajmet e punës dhe konfirmimet për angazhimet e ardhshme. Në dashuri nuk ka pengesa nëse nuk jeni ju që kërkoni njerëz të pamundur. Për fat të mirë, dita sjell këshilla. Gaforia. Shpenzime të tepërta ose vështirësi në mbledhjen e parave për një projekt. Mund të dëshmoni momente nervozizmi, veçanërisht në sektorin e familjes dhe veçanërisht në marrëdhëniet delikate midis prindërve dhe fëmijëve. Luani. Sot mund të jeni nervoz nëse dikush përpiqet të vijë kundër jush. Ka pasur mbyllje në punë ose me një mjedis të caktuar, nga ana tjetër kur thua mjaft nuk kthehesh prapa në hapat e tu. Virgjeresha. Para se të merreni me ndryshimet në punën tuaj, vlerësoni mirë situatën, megjithatë, mos u ndalni tani, dita është në anën tuaj. Kush mbyllet në shtëpi nuk merr. Për fazën e rikuperimit të ndjenjave. Peshorja. Keni menduar shumë për punën dhe pak për familjen, për formën tuaj të trupit, duhet të ndryshoni drejtimin. Keni nevojë për stimuj të rinj, një aventurë e pazakontë për të rimbushur. Akrepi. Dikush tashmë ka rregulluar situatat familjare ose të punës në 2 muajt e fundit. Dashuria do të jetë e gjallë nga qëllimet e mira. Shigjetari. Fshini situatat që nuk ju kënaqin. Ju jeni pak më i vrullshëm dhe nuk ka nevojë të pyesni të tjerët se çfarë është më mirë të bëni. Britsjapi. Një atmosferë e qetë dhe pozitive që megjithatë ju lë paksa të acaruar për shkak të kërkesave të ndryshme që vijnë nga anë të ndryshme. Projektet e reja kanë lindur në nyje të mirë, por dashuria është më nervoze. Ujori. Hapi i rëndësishëm, nëse përgatitja juaj është e drejtë, ju tashmë mund të keni marrë një shpërblim. Për beqarët mund të ketë pak aventura. Ju keni forcë të madhe shtesë. Pritini degët e thata. Peshqit. Ndihesh shumë më i fortë në këtë ditë të veçantë. E po dashuri, dikush po ju ndihmon ose keni vendosur të filloni një projekt të ri të rëndësishëm. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.